Në kuadër të fushatës zgjedhore, kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj, i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj, zhvilloi një takim të ngrohtë dhe frytdhënës me banorët e komunitetit të Bratit në Vlorë. Një takim që u shndrua në një bashkëbisedim të sinqert, ku dëgjoi me vëmendje kërkesat dhe pritshmëritë e banorëve. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj tha se është një mundësi e artë për të treguar të gjithë së bashku me votë se Sinaj ka forcën dhe vullnetin për të përfaqësuar me dinjitet të gjithë Llabërinë. Herë kemi një mundësi, lobimi i gjithë Llabërisë të marrë votat në Bashkinë e Selenicës dhe në Bashkinë e Vlorës. Me vullnetin kërkojmë llogari dhe në këtu në qytetin e Vlorës, kërkojmë llogari dhe në Bashkinë e Selenicës. Ti kur shkon në parlament, je një deputet që ka votuar populli. Të ka dhënë votën, ka dhënë besën. Këtë herë ne kemi mundësinë dhe është një mundësi e artë që vullneti me këtë shtap që ka gjithë Llabërinë të tregojë edhe një herë që ka fuqi, Llabëria ka zë dhe zërin këtë herë ne e kemi te numri 5 te Partia Socialiste dhe te vullneti. Ndërsa në fjalën e tij kandidati i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj theksoi se ka patur dhe do të ketë angazhim maksimal për të qenë një zë i fuqishëm në parlament për Llabërinë, për këtë zonë të bekuar që siç e shpreh e ka në gjak dhe në rënj. Ndërkohë, shtoi se Brati sot ka ndryshuar fal investimeve të rëndësishme. Nuk është rastësi që Brati ka nxjerrë deputet. Ka nxjerrë deputet djemt e vet, po nxjerrë dhe nipër. Jam nip në një fshat. Jam nip në Brataj, në çdo familje, sepse kështu më trajtuat juve. Në një moment të caktuar, kur njeriu arrin një moshë, kupton të vërtetën. Pse ndodhet këtu? Dhe ndodhet në atë pozicion, jo gjithmonë për meritat e veta, por për trashëgiminë nga ai vin. Dhe për këtë gjë, si nip në Brataj, kam qenë krenar, jam krenar dhe do të jem krenar. Në rrugtimin tim si deputet, jam munduar të bëj maksimumin. Në sjelljen time, në veprimet e mia, në paraqitjen time, kam pasur parasysh çdo gjë. Kam pas parasysh të gjithë Llabërinë, çdo fshat. Unë duhet të paraqitesha si djalë nga Armeni dhe si nip në Brataj. Si lab, si nga Sevasteri, nga Gorishti, nga Smokthina, nga gjithë Krajina. Dhe jam munduar që gjithkohon të kem qenë dhe dua të jem deputeti me rënjët në atë zonë. Jam krenar që jam nip tek ju, jam krenar që kam marrë edukat nga ju, jam krenar që akoma po më mësoni ju, sepse vetësjellja juaj lë gjurëm tek unë. Siç lë gjurëm te çdo nip dhe mbesa juaj me mënyrën se si ju i edukoni fëmijët. Dhe unë jam krenar për këtë gjë. Jam ambicioz në vota dhe dua të shkoj në atë parlamentin e Shqipërisë atje, i mbështetur nga të gjithë ju dhe nga gjithë Vlora, Llabëria dhe nga gjithë qarku. Vështirë ta ulim kokën e. Ju premtoj që do ta ngre akoma më lart emrin e fshatit të dajove të mi. Faleminderit. Në mbyllje, kandidati Sinaj ju drejtua banorëve dhe të gjithë të pranishmëve me fjalët: ju jeni pjesë e krenarisë sime, nëse e ka merituar besimin tuaj, duaj që bashkë ta çojmë këtë rrugëtim deri në fund.